Pik për krahet nga Flëgër, Eriskom, Muji Autocenter dhe Uji Jana. Mirëmbrëma, sonte në pik mysafir është Osman Osmani, veprimtar I kahershëm, njeri prej themeluesve të lobit shqiptar-amerikan në New York dhe pastaj edhe në Washington, një mik I vjetër. Osman, mirë se vjen. Mirë se gjojnë. Dikush njeh mas shumti si kojshi të Clintonit, por ne njihemi ma moti edhe në gjitha bisedat e kemi fillu ashtu si që duhet me fillu. Është momenti kur ti si një njeri I lindun në kufi, në Morin, mes në vinë kufitare mes Jugosllavisë atërshme dhe Shqipërisë. Ai kufi ngurtësohet dhe ai kufi pamundson që ju Malësia Gjakovës të komunikoni. Si e ke përjetuar? Po, me thonë të vërtetën, unë kom lind në Morin, me një maj 1946. Aty e kom përjetu tonë jetën, dhe vanë 16 vjetë I kom kalu aty. Kom fillu, kom shku në shkollë fillore. Atër sa kanë fillu shkollat, s'ka pas as shkollë, po në qeshin në përshpia private. Keni qenë po në shetës në shkollë, a? Jo, në Morin kem fillu në përshpi private. Atër, mas 2 vjetë në kanë qunë për në shetës. Gati 8 vjetë atë kom kry. Një orë, 9 kilometra, pe I shpis temen për në shetës 9 kilometra. Me shku edhe në me u kry. Bzdimen, borë, atër bjën të borë shumë. Kem vazhdo aty, atër kem ra, baba shiti tokën atje dhe ra në Gjakov. Kom nëjë 3-4 vjetë në Gjakov. Kom vazhdu në gjimnozën Hajdardushi në Gjakov. Është interesant kjo, se me qenë kufini është kalon. Në qafa Morinës është për me kalun në Shqipni. Unë I kom përjetu plot gjona aty, si I vogël, po I shisha se deportashin në përshpitur, ne jem konë shpi sigur me konë hotel aty, edhe pe Shqipni, edhe pe Kosovë, që atë baza konë. Kush do keme I legalisht? Që atë konë baza. Aty u shkarkojshin. Edhe pse I vogël, une kom pas rast, se ne kem pas odën e burrave të njofne, aty u mletëshin krejt njest, për I krejt duka gjinit. A ne e, sa konë kufini qenë një nërë dhe pe Shqipni kom pas rast me indigju. Cila ka qenë pjesa ma e vështire kufinit, e këti përjetimit? Pjesa ma e vështire, aty u konë e vështire gjithmonë, se gjithmonë kish depërtime, kalesh ikshin anë ikshin kënej, aty u bëjke problema, aty u bëjke u zbunu, në ushtria? Po, ushtria, në pishin halakarqin, në këshoshin, ishim sy. Po. Po, atër vazhdu, kom përjetu mas nej aksionin e pushve, e kom përjetu. Ku në Morin? Po, jem konë Morin, po. Po, e kom përjetu. Të mëne di krej që e në bo ato. Kur shkëshim shkullë, shishim kajqojnë lidhën stacion policis, tërshin në zim, të rejën, në bom, qashtu. Ka qenë ideja, ka qenë dush me pru një pushkja? Po, jo, edhe sa herë, se o indigjesha pe 2 vjetrëve aty, ata I mërshin pusht, si ja u mërshin tjerëve, ja qeshin nër 2 taborët atë diko, veç me I rej, me I dom të ujë, the ki pushka, të ke, s'kom pushka, u deklare kësë s'dike. Po, ata e kishin shti vetë, e kishin këto e kia. Ka qenë edhe një lloj kriminalizimi kufinit në atë kohë, më sa ma I men unë, të për cilën ti ke folja është vrasja e supozume e njerëzve të kaluar. Po, vërtet është ajo, se unë e kom përjetu, I kanë vra në sek, e I bishin aty afër shtëpisë tonë edhe aty qeqin push, bume, bëshin kiamet se ka bëhet luft. Na mendojmë se po bëhet luft dy shtetënore. Veç me thonë se I nëzum të ka ikin. Ama I vrojshin në përkatull në për atje.
i vishën aty i bëjshin. Dhe, do më thonë, në atë kohë, ti vendos që, do më thonë, që me shku në Amerikë, sepse ndodhë diçka që është pjesë e traditës ju i familjare ju. Pjesë e familjes, na jem 4 herë veç me shpinë e shababin e ukit e mëllësmone me të sokurit që ta. Po, janë 100 e kusur vjetë i bje. Ata përmes me ndërprej miqësin, unë jam këni vogël, 7 vjeç më kanë feju, s'kom t'i gjo. Atër erë ku auretëm, atër jem konë në ushtarë, erdha se më diqë baba, erdha 10 ditë, najta mas 10 ditë e diqë baba, najta 10 ditë e kreva famen, atër u ktheva të shpia, baba i shoqës ma qenë një letër, atër s'ka pas telefona gjonë, atër në qofë se donë më ardhë, hate me revojzën tonë, në përqef të rrisë, përqef këta u shkollë punë tonë. Po, edhe kjo është një familje e cila ka emigru prej Shqipnisë. Kanë jetu në Prishtinë, ata janë konë dalën, kanë jetu në Prishtinë. Njerë një stokë e madhe në Po, Prishtinë. një stokën, po, në Prishtinë. Po, ata kanë pas ikë prej Shqipnisë. Po, prej Shqipnije kanë ikë, 52-ën, a 3-ën, ndiko që aty. Po, se kanë qenë familje lidhën me... Po, me Amezogën, me Mretni. Po. Po. Edhe une... Edhe ti nisësh? Une nisë në për Itali. Po, ditë kur gjo, sa në mi këtu. Ke qenë 19 vjeç, ha? 17, 19. 18, që ashtu, 18. Po. Edhe dalë në Itali, di gjuhës, di kur gjuhë, që atin atje. Mundoha me full sërbir, këtë e që gjua ma, ajo ma ke se Shqipja. Se italian di kanë shumë fjallë me Shqipen, po jo me Serbën, jo, me Shqipe. Po, ata dhe me duhe, u orientova, mësova atë. Po. Me ata 4 mundit atë. A mendove që ndoshta ki menajt edhe në Itali? Po ata mundësi, Po. mu dha mundësia, interesant, po e punë e mirë, bile, po edhe pare, po unë isha nisë me shku atje. Po. Shkova, mas 4 mujve, na qunë për Amerikë, Po. ma murën pashaportën, ma dha një italiane, sa tërsonike pashaporta E Jugoslavisë, po. Ja. Dhe shka u bodi teknik në aeroplan, e shdrep me Madrid. Fjetëm një notë Madrid, atër neset me 10 gusht, kom të në Kennedy aeroport. Edhe ishit krejt, 10 gusht 1968, ha? Po. Edhe ishit një shumicë shqiptar. Kesh shqiptar, pejmolit jo kosovar, Po. asë një kosovar. Pejmolit zi kanë qendo. Sepse në atë kohë ka pas edhe ma shumë emigracion shqiptarëve të Malit Zi. Aty Se s'kom sot gjetë, Kosovës. ata erdhe që atë gjenerat me muje në orë këta të rritë, po Po. aty ka pas kosovar edhe pe Shqipnije. Po. Kosovarën konë, si thuhet, Gjafer Deva, Gjelal Mitrovica, Sajt Kryzjev, po e Qazi Memra, ka pas këte, Abbas Kupi janë konë edhe Shqipnisë tonë ata. Po. Po. E është interesant, ti pe Odës Morinës shkon not New Yorkut. Po, ure, ma i ri që të mija të kur ata tonë vjetë, njerëz ishin konë ministrat në kohët mrejtët, ishin njerëz pjeku, njerëz, po, më përkrashim, më dëshin qashë shumë, më dëshin mu më vike marrë për tynë, me tonë drejtë, për se dësha me më vike keqë. E qka ishte muhabeti kryesor? Po ata e dishin, e kishin marrë për historinë, se ku jeme, të kujtë jeme në shpi, se sene, përshën gjona për atje, po, dhe ishe i ri, adi, po. Më përkrashin, më rrathajshin gjithë ko. Hadhe më shtipër, po, ku më shki unë para njerëzve asisojt. Po. Po në debatet e tyte se ke najt me ta, qëfar debati kanë pas ata? Debatet i kanë pas të kundër ta. Ha, Edhe unë me thonë drejt i ri, po. jo me të regu me qëri, po mu doke gabim. Ata tonë ishin kunaj komunizmit aty, se ishin ikë për qatë gjonë. Po. Po ishin me bolle kombëtar, bolle agrar, legaliteti, krejt partit formumën. Ata leftojshin njëni tjetën. Po. Na kem punu ma mirë, na kem punu ma mirë. Po mirë më bura, po ato jenë shku tash ajo. S'kajni ka punu një tash. Edhe nuk mërshim pjesë në zgjedhjen në Amerikë ata. Jo. Ku mi shku ata Amerikanë venderë, jo, sot, veç njëni tjetërit. Po. Festat i bëjshin bashk, festën e flamurit ato i bëjshin bashk. Po. Po ushtyshin gjithmonë. Po. Ore i thasha, bile me zvetmi, shka keni marrë jo? A i një darë këna komunizmit po, e tash shka keni me njëni tjetër, ta njënë kudër.
Po, ashtu ishin ideologjia atyne. Edhe, do më thonë, këto e në vitet 70. Po, 71, po. Po, derin vitin Po. 80, faktikisht, 80-81. Atër e fillu marë, po jo pe Kosovë, pe Kosovë pak kanar, vor kanar pe Kosovë. Në atë kohë, në qatë periudhë 70-80, ti koncentruosh në biznes edhe je shumë i suksesshëm. Po. Por e fillon edhe ti edhe vllazit me 2-3 punë. Po, nda. Një 8 vjet i kom bo 2 punë plota. Po, do më thonë 16 orë të mira. E lash nonën me vllazën të vogël, 7-8 vjeç, motra, baba diq. E mu duke më angazhu dhe ka dhe atje. Po. Dikur kur u bona familjar vet, u të trova të thëma po vinja që po bojmë. Po, mirë, u tregu të suksesshëm në biznes, do më thonë i keni hyë dhe jeni njoftë në krejt komunitetin si punëtorë. Kem fillu Po. E tash vjen viti 81 dhe është moment kthese për krejt shqiptar, vinë demonstratat, Po. edhe atë është moment kthese dhe për juve në shqiptarëve në Amerikë. Aty fillu mu bashku. Po. Kur kem fillu demonstratat, Demonstratat para Kombeve të Bashkuara. Po, para Kombeve të Bashkuara, për Adem Demoqin, për umledhën tonë, pa marrë parasysh ideologjive. Ato erdhen gjithë. Edhe ba mira u bon që erdhen gjitha trojeve. Edhe Shqipnis, edhe të Macedonisë, që Preshevset, Monizikë, gjithë. Uniteti shqiptar për herë të parë në Era Amerikë. parë se i shot mbledhën bashkë. Po. Ata ke vazhdu te vitet 90 për kusur, po pa da heq. E tash ju keni qenë një situatë interesante sepse dy legata, dy ambasada, dy konzulata jënë përpjek me ju tërheq Me në dëmtuar. ka ana juj. Po. A ma të regon këtë punë pak? Po me thonë drejt atar Shqipënisë, gjithë kur shkojshin me dëmtu, me nda, do më thonë me i bo për me punu me ta, me punu asi. Po flasim për legatën në kohën e Enver Hoxhës. Po. I kem pas ofër, u pata bletë në restorant, ti e din. Po. Ata dy rrugë e në parë në avenu. Avenyn e parë, po. Ata ishin një 2 dirë vanelë, se na bishin ka dera, ishin të grekin, më poshtë, si ishin të na. Te si rakë, kur erë sole, do më qatë, kur arë sole, qaj sekretari, por arë dhe ka li punë të na. E ka shti grunë, e ka bo hoste, aj managjire jam, e ka bo hoste grunë e ati. E i thajshë ati, thashë, marë burë, te i dje par dje bishe ka dera, asë që shjesta, thajshë. Po së gëzajshë me kështu. Qëka ka qenë qëllimi të dhe? Qëllimi e tyne, mes me bo probleme në Shqipni, mes me kryu probleme, mes me u angazhu se këta lokaliteti e formun me Leka Zogun në Spanjë, e formun një organizat, i patën bo 80-90 shqiptarë si ushtarë atje. A i filloj me bo ato gjonash, po, te i... E qëtën presh. I veç aty e largun ato që unë në Afrikjubit atje, po, a i akon rrat aty ka bo se fo... Po, me sa di unë e kam pas heq, Deshka. sepse vetë Spanjolli ju ka pengu. Deshka, po. Skandash me pas njërës termatosën Po, ata. ato fillun që ato gjona, po. Edhe vazhdime që shtisojt. Po, të rasti i Shqipënisë, do më thonë, ka egzistu një përpjekje mes konzulatës Shqipënisë edhe konzulatës Jugoslavisë, ku ka pas shqiptar, Po. me u infiltru dyqysha, me pas njerës të jua. Po. Edhe këta tonë fillun me një qatë rrugë, një kohë bile bukur gjatë. Cëllë tonë? Konsulatës tonë, shqiptarët që ishin tonë, fillun me na bo gjepa, me bo... Me i këthy për veti, po. Me i rekrutu. Me i rekrutu, po. Hoptas. Po. Dhe më thonë, qëllimi ka qenë... Po. Me nda emigracionin, mes mu bo bashkë, mes me bo naj problem. Po. Në rastin e Shqipënisë, ka pasën një ndikim ideologjik. Disa prej bashkaktivistave tu i majnë mendë dhe tu qenë tu agjitu për Enver Hoxhën në atë kohë. Në veri pa dek, pa ta edhe ishin e gjmin atërë. Po. Me në gjmin i kanë pas lidhet. Qysh është e mundën që
ju që keni shku në Amerikë, keni marrë shtetësi amerikane, disa për jush tash mu angazhu për Enver Hoxhën. Këta të mu Lexi e kishin pas një koshej tyne, ministri i punëve të mërshme. Po, E a I tërhjekë, si të mos qera e këta. E këta tjerë që janë konë, ky ka pas familje atje, po, e I ka lidhë familjarizmi me ta. po. Do më thonë s'ka qenë punë ideologjike, pas ka qenë lidhje ma... Interes. Cili është momenti kur ti mendon se duhet me ndërmarr hapin tjetër, mas demonstratave? Çka është ajo që ndodh që ju shtyn juve me ecë një hap tutje? Po me të drejtë, puna në Kosovë është t'ju zjanu, t'ju trash, Acaru, po. Atëherë, fati jonë, se dikush duhet me ta nisë rrugën përpara me shku, Po, Gjodi Ugordi. Ati njëri nuk I jepet sa ka merita. Ai e ka meritën kryesore, na mujnë me thonë tonë, se pa leve s'kish mund me bo gjaj, po po ju e fillut. Na e fillu. E ju e gjetët. na e fillum, na e dhëm parat e para, bu formu lobi, 5-6 vete kanë bo në fillim, se kanë bo. Po. Ata e mbledh na. Kush? Fillu e ka Regjakli, e Bruno Shaqirgashi, janë konë 2-3 shok ata, që rrishin bashkë. Po, E Gjoja o konë me legalitet në vërtet. Ata e kanë financu atër kur është ku për kongresmen. po, Aty e kem njoft në mbledhje. Mas nej, jenë interesu, ata hapin këtë sistem po. Gjoja është që Gjoja. Aje një ke kongresit që o kongresmen vetë. Aje I papëtushëm. po. Njëre matë paleodhët së jetë. Atër na I tham ti e Skënderbegi dytë. A I kesh qef në ato. Ne financojshim maj speteke. Po, S'kish dirë si se qërke. Po. Se bëj ke so, piq. Kongresmen, senator. Dete kryetari. e ka një anekdot, baba ju të ndjerë, I cili thot që interesi është ma I madh se feja. Po, ajo konë fakti vërtet. Hajde spjegona. Unë e maj manë mirë këto. Po. Baba im, na im konë shpi e mo dhe shpi, kem pas pasuni për në atë kohë. Po. Edhe ata familja, o është e tjerë, se kanë lënë me dalë me bo servis kërkun. S'kem nevoj. është pensionu si hoq. Jo, mos I, po, e ka kry shkollën me fare fedhine, asë dhe fedhine me qatë rreth. Po. E s'ki nevoj me dalë, ti me marrë gjohë, se të lejnë fëmija, ku do atje bohen të hujtë. E se kanë lënë me dalë me bo servis, se veç të shpe. Po, Po, ndërko, ajo hoxha I puna shetit, u vjetru, ata ku I qitin për zije nuk I lejshin me punu mo. Po. A ish I vorfun. po, Po baba tha, unë se logja minë msherta, që ato mëjmë me bo, po, tha ti vazhdo me servis, po, me vërrime, me gjona, merë ato, unë s'kom nevoj. Po. Unë e boj qëtë servis. po, të gjuman. Po, ne e ke pas një orë. Po, E me rajgjën tjetër që konë maj modhe, kryetari I familjes, 80 e kusur vjeç, borë, laq, vjeshta, po, bjenë puna shet me qërë gjumon. po, Ku shkon aty, këta 2, po, po gjumoja s'fale pa konë 3 vetë. po, Detyrohet baba dhe shkon në komunë, ja konë afra aty, e mërë kuririn e komunës. po, Hale për burë, thot se na me gjumoja pa falë, të bëhem 3 vetë bile. po, Po, aty mërzitet shumë. po, Edhe thot, sa ta rishin bashkë, në përhodat bura, ty bo ma bet të të mërë bura, thot, a peshin e thot se interesa bo ma madhe se feja. Po, hoxha I mërinjë me furë këtë fjallë, Ky ishte edhe në komitet Vakyfit, ata dhe komitet, kjo që Bashkësia. Prishtina konë Gjakov. po, E thirë fare fënia thëshin me pozif për vit kushe. Hoxha I mërinjë ka thonë interesi maj mas se feja. Shko baba të honë, ko shkoni hina aty. A I mbrojnë në farje fënia. Që jenë konë si edhe si shokë, se të në kuën bashkë. Ata vishin të na, flejshin me 2-3 net, ata farje fënia, ata tonë rrethi. Thot hoq, thot falmër. Thot a më s'ke thonë qërto? Thot po. Thot a je normal ti, qësh? Thot ti, me ta hjek, Po. ka ukën e me u largu pe jo gjalla këti s'ki lidhe. Thot, a, thot, s'ke lidhe. Thot, a, thot, 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 thot,
Thot, gjumone, a ke gjumone para 2-3 ditë, thot, po. Thot, ku e folet ti, thot, një vit të dumit, thot. Sa veti po, të thot, 50 të sipe, në shejër aty. Edhe e ka pas dyrën në ketë dytë, e bike i bëshin aso papuqe belkur, ta mund speciale. As këpuca zveshke veç bike shkallëve, thot, ti eron papuqe, ke folë gjumon, thot, po. Thot, unë e mura Tahirin, e njëti Tahirin, thot, qështë një. Thot, pe i shpis të emen në plashet sako, thot, e ka një orë, në përlosh, thot, po. Ku shumë të gjamia, shka u bo, thot, s'ka kush njeri gjallë, thot, na 2 vetë, thot, qësh me lonë gjumon pa falë. Thot, e thira kuriren, thot, e bom 3 vetë me falë, thot, kur dole, thot, u mërzita shumë. Thas të javën tjetër, me i thonë, hajde se i kini ka 100 dinar, gjamia se nëza heqë. Javën e dytë, me thonë, hajde se i kini ka 500 dinar, as ulica në ke 4-5 mijë vetë aty. Javën tretë, janë konë rahat e punashetit 70 skosa, si jo thonë, me u bonimi, thot, as ato si në zonë, thot. A nuk o interes kjo? Thot, e pas ke pas. Ta shomet në krejt ata thënë, ka thonë o gjajbërin si interesi maj masë e feja. Edhe kjo masonaj del tjetë vërtet, kur ju e angazhoni Diogardin, Po. edhe të regoni që mundët me deportumi qelë do dyrë, Po. se kështu funksionon politika amerikane, është interesi pak është ma i matë se feja. Na nuk i kem ditë, o toni. Po. As kem s'ka ku kem ditë, na me mi afrit një kongresmina, një senatori. Po. Na kem ditë me bo manovra në supa, me bo njën e tjetët, po jo me mu angazhu. Edhe ky ja u qelë derë, edhe thot qka. Ky i ka një stana. Po, Ky mas por u angazhu, bom fonde, qëtën por në tonë. po, E bom një caktim, ka sa për njëri, se me marë fuqi labi, po, që ata u bom një dhe 12 vetë. po. Edhe Që u u- qujtë lidhja shqiptare amerikane. Amerikane. Lidhja qytetare shqiptare amerikane. Po. Edhe e fërmum ato, Po. u duh mu registru në Washington zyrtarisht, kuzeshim na me, e kem pas bile akantin, që ka i thonë këto akantin. Gjyrë Llogarin. Piralla Vretë, e kem pas governerin e Vermontit. Ajo konë part-time, atje edhe punej ke kështu mas kohë, punej ke, ajna i bëjke ato hymje të daljet, se u duke me registru krejt. Po, po, mirë shumë. Atër, a i fillaj, kongres për se Demato konë italian, me Demato, me Malinari janë konë, Po. edhe ajo konë kongresmene. Suzan Mallinari. Ajo në ka një Shumë e mund, mirë, fillimi, atër gjetëm plëtë, erdhe i të shkojmë të gjetë një tjetërën. Dere të mretët të Dolli, i cili ka qenë Tom Lantos edhe Dolli. Dollin, po, e Tom Lanson, e Dolli, Pressler, ke pas plot atër. Edhe Gellman, ka qenë ndoshta momenti më i madh historik, ose përputhja më e madhe historike që në momentin kur bje komunizmi, ju jeni forcu si lobby atje, edhe dilni në sipërfaqe me njerëz më të fuqishëm në Kongresin Amerikan. po. Thonë prej Bob Dollit e Është interesant, Toni, se në demonstratat tona me dollë ofër 30, ti e konë ke marrë pjesë dhe vetë, Po, ofër 30, senatore kongresmen me dollë një demonstrat para Kongresit. para Ka kongresit, qenë, po, jo popull Amerikan, Po, ne ishim shqiptar, Po, po pe respektit sa i bom miq, dershin demonstratët të na, tonë folshin ka një fjallë 2-3, edhe ju keni pas një ndikim të jashtëzakonshëm dikun marsan, prill, ti thret Hasani, para se me na thirr ndodhe dhe diçka tjetër, një vit ma herët vjen doktor Rugova më rrinë të ju në Amerikë. erdhë ata e prunë për Pjetër Bogdanin, Po. këta bardha, këta e prunë në New York, Po, u mrena vallaj, gati 2000 shqiptarë, ishte hera parë, se vjen dikush pej kohët. edhe ishte kryetari shoqatës Po, shkrimtare. kryetari se nuk shoqatës, ishte, jo, po. së konë veç kryetari shoqatës. Po, Aty ram, aty u taku me ta. po, Rasisht, a ishtë një hotel, vjen një punëtori imi aty, edhe thot, o me thot doktor Rugova, thot në hotel, a i thot nuk e digjuhen, po. as cigares dhe me bles, ata si erë me ta, i kishin motra, kushëria aty, kanë shku me bujt shpërndar, atje, po. po këto e kanë në hotel.
Thot ai nuk dia të me dalë me ble. Ej, thot Hasani, thot bim atë në restoran këtu. Po. I mbledhi unë një... Hasani është vllau yt. Po, vllai mas meje. I mbledhi unë një 3-4 qëta shqiptarët që ishin se fillu mu angazhu shqiptarët, ati. Hajdi, bisedojnë, bojmë nej. Nejtën ti në ora 4 aty. E mshelem na për biznes. Aty e kom një oftrogovën. Kjo është hera parë. Hera dytë është interesant kur vjen doktor Rugova, Hasani vllau yt, Sati kanë punu në jetë. Edhe bojnë një vepër e cila mbahet mend me doktor Rugovën. Hasani akon kakëfor gjithmonë. Edhe trim gjithmonë ka qenë. Atë natë, atë ditë, vinte dërnësheki me to, një aeroplan. Presidenti i Jugosllavisë. Jugosllavisë, po. Janez Dërzhovi. Ky është punoj ka aty, kish me prit zyrtaresht. Po. Kur veç ardhe ka pru Rugovën, une me Salinezën VIP ka presim. Po. E ka pru, të shko marë se ardhe në shej kryetarët, i këmar thët, këj kryetarë jam, tha, unë e qitë, ata për ata, o kalaj, tha, s'bojt dhe të batë punë, s'u lëdh ka e për ato gjona e. Është moment shumë interesant këj juj, se në momentin kur na thirrni neve si alternativën kosovare, çka ka qenë qëllimi juj? Kjo është vitin 1990. Po, u folte, edhe ishe vërtet, se ju nuk mundshi me bo bisedat lira këtu, se u përcellshin gjithko. Po. Tash me jodon një rast, edhe na mu informu, se qëfar rrugë, qa po bojmë, se në vetës bojshim gjo, pa ditë për ju, shka me bo. Jo i pa të qelë dyrë në Washington, po ish puna e porosisë. Po, edhe e bom bised na, a i bim krejt liderat e Kosovës janë, det janë zonë hotelin, janë bojmë pritjen, dhe të bisedojnë gjonë, edhe na po përrim me ta këshujmë, qa mujë me bo, qa rrugë me djekë, edhe ju prumë ju vatër, si e kom qesari asaj edhe ti. Po pra, edhe janë 2 ngjarje shumë të rëndësishme, dhe më thonë shkumja për herë të parë e doktor Rugovës, Gazmend Pulis Luleta Pula Beqirit për dëshmi në Kongres. Serb të ankojshtin se shqiptarët jënë ka bojnë dhunë në Serb. Po. Ajo u përgatit, ajo mledhje. Po. Dëshmi e Kongresit. Dëshmija, akon dolli, akon krejt senatorët kryesor. Edhe erdhen popat e Pejs me Dobrica Qosic. Po. Solla kish vend për 2.000 vetë. Jashtë ishin shqiptarët 4-5.000, po, kish vend ku me hi aty. Erë doktor Rugova, na përgatitëm me thonë drejt, labi, një 6-7 policë keshe o ka eru shteti këta. Me hi se e mysin këta, e prunë policijat në bërthym, keshe në projtjet, super në projtje. Dikush ka thirë, po më duket me telefon, ha? Ka bo një thret, ashtu, po, na, edhe hinin sala aty, krejt sala, interesant. Foli Rugova, ato fjallët e vetë atë mirë në regull, kjo Gazbenja për asi, po Luleta i shkatroj. Pas si i shkatroj Luleta mas nej. Tha, se dita shka po dhe me thonë. Po aje di ki gjuhën mirë. Tha, vje që di, tha në ban ma besimtor në botë, tha. Njerës, tha, une tha, Dobrica Qosic se e di që është anti-shqiptar tonë jetën e ti, a i punon për atë gjohë. Tha, po, popat, me uniforme, me tanë këta krysha, jenë orë këtu me të regu, me rajt, jo me të regu, tha, po me rajt, hapta, po shkull shqip, me rajt, tha, para Kongresit Amerikan. Tha, unë e kom dëshmi, tha, i kom, ja dha listën me 200 studenta sërbë që kishën nëshku, se që jem të dhunuma. Të dhunuma, kishën nëshku ata. Edhe i kom 2 kaseta, video kaseta, me jalon dëshmi Kongresit Amerikan. Kur i ka përmen kjo këto, o që do vishtë asë qishë maj pore që po dalë. Ata jenë që priftat. Sërbë delëshin shqiptari hishin me kapuqat bordë e mushën në tjetër. Ka që edhe mas asaj, do më thonë, bëhat kjo darka e famshme në Manhattan, New York.
Edhe është një ngjarje e cila e ndron pak a shumë dinamikën e politikës kosovare dhe në përgjithësi. Se kom besu kush se bashkohen shqiptarë që ashtu. As folke kush, një fjallë kumnaj. As mu kapnër me veta gjo, ja. I lërmëshim kem demonstrat, këta, tonë fillun me dhonë, kush $5, kush $50, kush $100, po me dhonë tonë kishin. Te filloj me kjo 3% që se fillun këne, atër fillun mu. Po na, keq ka i mlefsim për Kosovë, se për vete, gjdo $, si o mle, do duft mu registru ku ardhju. So duke me i bon taksimet në fund vjetër atje. Jo, është interesant se ky, do më thonë, prej, ju del name juve si lobi ma i fort, unë e ma i men në atë kohë me politikan të lartë Kroacis dhe të Slovenis, ku pas takim edhe ata më luqin apo na lidh dyqysh me lobin shqiptar amerikan me na i kriju do kushtet të deportimit. Unë e kom përjetu në Washington, na e më konë në Washington për punë tonë, edhe kanë ardhur një përfaqësues i bosnjakëve, edhe një i kroatëve. Ata janë shumë pasanik. Sidomos kroatë janë pasanik shumë. Ata kanë fabrika në Detroit dhe janë po ata janë të ndonë. Janë nalën në Amerikë se kishin pa bo mas luftë dytë botërore kishin pa bo incidente në Amerikë, në Gjermani, në shumë vende. Atje i quajnë si terrorista, u ka met, halo ajo. Mira bërë ata, konë kroate, ti e kini ofte, e kita ku. Po, qëshjo ajo ka qenë... Shumë femën e mi, halo është ajo. Ka qenë grue cila ka... E heki këj trompet e heki kjo. Ajo ka qenë me Bob Dollin, ka qenë bashkëpunëtorja ma e afërt e Bob Dollin. O konë sekretarja përgjithshme e tij në konë. Po, edhe ma vonë ka qenë nën sekretare e mbrojtjes e Amerikës. Po, edhe da thot, se na foshim me ta thjesht, u bom atë se me konë familjes. Mos gaboni mi pranun këta, se ju boni shka dëni, po e hupni që të autoritet që keni këtu. Edhe ata na thënë, sa dush pare, s'keni problem heq. Gjoj si akon e ke pare, thash, gjoj, në dorin të lashe. Po është interesant, ju del name i shumë edhe në Evropë, edhe tash diaspora jonë këtu në Evropë përpiqet me ju tërheq. Jo, na fillu me Telex. Po. Me Telex, ata u bon Telex, atë me që 5-600 Telexa për njerë në përkrejt botë. Telefaxat. Telefax. Po. Edhe ishin të interesu mu mbuantor të labit Amerikan. Po, shqiptarët e Kosovës në për në Evropë. Gjithë ko, po. Atër e jem dalë Ercala, kem Detroit me ta. Zekeria Cana. Zekeria doktori, po. Edhe erdhem... Keni pas një farë të lashe me cigare, më duke. Po, të shku në Detroit, ka vim për Detroiti, a i Cala, se di ke një fjallë anglisht. Vesh e kishë mësu fjallën thank you. Erdhem ka vim me kushdypim në Guardia, kjo shku e hinë në boj edhe ka dhejtë cigarë, po një tim me ka grej, po ajo o lejmru. A e kura dola ato stuardesit i ka thonë, a pive donë, no, s'parnoj ka kur qysh. Po, vesh jo bëjke thank you, no, thank you. Kur erdhem zhepëm nga Guardia, kur am pistë, vinë 2 makinat policies për nga përqelën dionët, pe ja bëj gjosë. Me drita. Po, me drita, thëmë do qërë shoka bohat. Kur vim të kur dalim, po, foti gjoha ishë kongresmen. 1-2 orë na te e murën vesh se do ko njeri, nuk ko na i terrorista na i gjohë. Duhanis është e drejtë e njeriut, ja. Po mirë, ju keni ardhë në Evropë, e keni bo një turët interesante. Na erdhem në Evropë, ishtë këtë fjolla, bom takimet noja me shumë shqiptarë, në përgjithë do vene, 2.000-3.000 mblasën, randë. Suedia, Norvegjia, në Kopenhagen, në Gjermani, në Francë, në Belgjike. Ishtë puna me organizu, më thonë, organizoni ju punoni me të shtetit këtu. Atër na kem drejt me konë organizat botnurë, se me një Telex ton, ka Kosova nevoj për 5 milion, nuk dhije se ka vinë, ape Norvegjia, ape Amerika, po me konë të bashku më aty. Për këtë nëshë ju s'mundi me konë antarë tonë, se jeni në shtet tjetër.
Këtë qëllimi me o spjegu, me bashku, me asi. E aty më rrini me u taku me Kollin, apo? Jo, me Kollin e ke pas takim tjetër special, Po, aty pa të bo përgatitje dollin e boni ato, po, me ardh Ibra, po Ibra s'mujt i ardh Bukushi. po, Kem konë me Bukushin aty, po, kem boni takim, na kanë prit të ambasadës, na bon fjetëm aty në hotel aty në bon, të Amerikës, po. krejt për qila atyne. Ata na pritën në raport e na bon një pritje. Po. Mirë, po kolla Bukushi. E kjo është hera parë faktikisht që na pret kryeministri i Gjermanisë. Po. Më thonë, E shkon Miki ngusht i dollit, po, Miki ngusht. tash imagjinoj, na i kemi qenë dyrt në Evropë nëpërmjet Amerikës, nëpërmjet Ku. lobit tonë. E i kom full gjës, po se kjo smerve shtjodhet, se nuk i jetë hatri. Ja reke tavolinën, sa mu i kemi ra tavolinës? Kollit. Kollit. Po. Libren e Qëbroloviqit e kishë mune këtë. E ka ditë ma mirë se na, ato, po ne, se kjo, qësh ka desh me bo, qësh ka bojnë ta. Po. O, gjo, te këri gjakon edhe një shkrimtari Shkodrës, ka dek. Ja, reja, në qadi. Samir e Pishtin? Ja, Samia, sa orë me ne kërkon. Se Samia edhe tot ke me dalë. Se. Martin Camaj. Martin Camaj. Po. Martin Camaj kon me ne. Na boli një pritjet mirë. Atër, pe aty shku në Parlament Europian. Po, Edhe aty o kon Bukushi. po, e bajme Kem ne 3 net në Bruxelles. në Bruxelles, ai hoteli më i mirë që kon ai. Po. Po të rego, pos Kollit ka qenë edhe një takim duket me Ozalli, po? A, Zalli kon miki më i ngushtë i gjos. Po, Unë kom shku me Gjon në Houston. po, E kem vizitu në spital. po, Sa i pat kancer. po. E na ka prit në Istanbul. Me kaj shpenzimet e veta, na ka pjek një kënq, na ka po, qfar pritje? Se gjoja kish pas mik. Tash, kjo lidhje që keni kriju ju me këta njerëz, neve na ka pru në majmen, Dioguardi vjen për herë të parë, ju më keni thirë, më keni thonë po vjen një shok i joni, për këshyra takohu, 88 nëse s'gaboja 89-shën, Po, mandej vjen Tom Lantos, mandej vjen delegacioni i madh, 7 senator e kongres. 7 senator e kongresmen. Po, Ky ishte momenti kthes për neve, sepse ishte pezullu autonomia, mbyll rilindja, mbyll radio televizioni, fillo përjashtimet nga puna, dhunë natyrisht, dhe vjen aeroplani me shenjën United States of America edhe me këta United senatorë. States of America, po. Po aty, dole na ka thonë, se na shimkon me to, Po, kur ka kry takimin me Milošević, se ka marrë vesh që se leot për atë punë, po, dole ka thonë e më pashojnë në Kosovë vetë, me po. Thot, ti zguzan me otu. po, Sot unë e më vardë me që të ti dire lalim. Me të dole o dolë, se ka pytë, po, varar në Prishtinë. Ata na ka thonë se kanë lonë me ra për rrugë kryesore, për e kanë qurë rrugë lokale, shka di unë në knenan. po, Se popli ndalë me i prit për aeroporti, këtë që shënë Po. ndalë, e jenë ardhë në grandë, po. që jenë taku me ju atër. Aty të dera kum qenë. Po, Jo. gjatë kohës, dëmatën e kom pas shumë shok, kështu, shumë i thjeshtë. Edhe ka qenë ndër ma Po, të fortit atje. ma jafti, e hekën. Po. So, konë Miki Joni shumë. Edhe miki hebrejve, Po, sepse po, ai po, i hebreve janë zërën, pa nxjerr 6 janë zërë 8 bilion dolar në zitër. Po. Po ata hekën, se e bon qëtë shumër që o me tash. E i thakë, i kom thonë në gujë tash, por e tuat kanë hekë për aty, shqiptarë. Po. Dhe ma ato, sa ishin këtu, Po. ne pe punëtorve, unë e kisha punëtorë atër, ata ishin orë kënenën, ata s'ke pas telefona, po bipat vogle, so. Po. Po më kanë tirë për zyre, më kanë tirë, e ka tirë, ja ka thonë që e punëtorë telefonin e shoqës time, dëmatës. Po. E këte rajnë në shpe, ku, s'mu, se e ka thonë ka lidhe me grunë. Po. Kur ati ra në pa hirë, dikur thot, ku i e marë, thot, në përpunë marë, mas punëve. Po.
Tha një dëmatë, tha zi, kush është, tha që 10 herë thirë o 4 anuë, tha ua. Tha ta ka në numrin telefonit, tha është në Hotel Esplanada, Në Zagreb. në barë. Po. Edhe tha ka thonë ati këta me telefoni është për dëmatën e ata ta po, bjen telefoni. po. Kur e thiri, thëmë, ha, dhe një dëmatë, tha, asmonë mërë, tha, o dalë një fjallë, tha, pe juve atje se na jem këthy pe Kosovë, po se i kanë mytë 7 vetë në Kosovë. Po. Thash, po nuk di, thash, po pyeti. Tha që është e nësën, kohë se i kanë mytë 7 vetë në këtheje më shkojmë a petë, sonte. Po. Atër të kom thirë ty, e më theti, një ma kanë qalamit në dur, në derë, ty Po. i e kanë përgjak, po mytë që janë kur janë. I thash, jo, s'ka, vdekje, s'ka. Po. Se a i tentoj ke mu këthy mrapa, se ke punë, na jem bo, se bep si janë mytë gjinja. Tash, krejt kjo periudhë ka qenë një farë fryti i unitetit juj, Pa, keni shpenzu bukur shumë pare. pa, sa dush. Në një moment e maj mend që ti tërhiqesh krejt për biznesit, sepse Asani thot ti, merru me këtë punë, unë jam ai që e u the që i marrë edhe 2 barra tjera. Po ai na ka nimu mjaft, në udhime, gjithë mund e ka rezervu, na ka nimu gjithko. Që ato na ka Mori hekë. vetëm ato, po është marrë ai me bizneset, Po de, po, ju jeni kuptoj, marrë me punët e po, lobit. Po, jo. Po. Ja, aty mrapa, unë jem largu. Po në atë kohë, dhe më thonë, krejt ky fryt i unitetit ju manë bashk edhe në mas madhe edhe neve na manë bashk këtu në Kosovë. Çka ndodhi që ai unitet nuk ishte më? Na atër fillu me punu lobi, se u rregullu, nuk u rregullu, po u kry puna e Kosovës. Po. Po u tërheke me shku me një muta Shqipnisë atje. Po. Nuk u rregullu, po e hinin Po hini në brazë. po me ra komunizmi ato. Po. Isha Mizalia alo atje. Po. Po na u taku me ram bised me Berisha Dule, Godë, po Godën se nisha. Po. Edhe shkojmë që një muajmë. Po. Aty unë shkum me kongresmene, me senator. Shkut ju vetë me vetë Mas po e iniciativë. shkum në fillim, po, veç na, Po. unë e gjoja, e Ajmedia. Edhe u takum me këta, atër na shkum bisedu me këta, me Jack Beacon e me ata Jack Beacon e konë kryetari Partisë Republikane për Amerikë. Po. Rick Henderson në kryetar. Ra me ata edhe me Lentosin. Po. David Phillips na ka limu Po. andër për heq. Edhe bisedu me këta, me Berishën e me këta, shkum votimet e para. Edhe ndihma parë ka ardhur për jush, po më duket. Po, po. Partinë Demokratike ka ardhur. Po. 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 Ata s'kishin as faksa, s'kishin telefona, s'kishin kërgjo, s'kishin kërgjo. Edhe shkum në aty, po, bom takimet, u këthim, shkum mas në japet, Po. ata shkum në grup, u boj ai teneri mu dal në për grupën e për Shqipni. Bikëshyrit votimeve, seneve, Të shkohet e miq, ta? Ja, jem shko- konë ja, ten shko- kurç, edhe po, ten kurç jem konë. Ju mendova nalt në Po në veri. fillim, po jem shku, po, veri. Baramsur shkum, po. Baramsur. Barancuri vjet një 10 km 12, sa i vje prej Morinës. E shtëpisë teme, po, prej shtëpisë ja të tënde. kam me shku, po. Në ka, po. Po në shkova që se shakon Baramsur kur, Po. po. Edhe në përceka e onë, si, atë janë, po dhe unë si familje Nina, atje në Malsi një janë gjithkon. Po. Ata ku i theshe ku je, dishin tonë, Po. shtëpia modhe, po shtëpia modhe. Edhe i bom bikëshyrje. Të Votimeve. Të votimeve. Zgjedhjet Zgjedhjet, mas të madhe po, kanë qenë po. kanë qenë të lira. Po, të lira. Pak a shumë. Po. Sa kanë mujt me qenë. Amo na atë kohë. përcjellshin gjithë kohë, Po. na konë. Ne gjep kinezë kishim gjithë kohë, na përcjell, a keni problem, a keni gjonë? Po, Amerikanë të meqëm, Po. se na gjujshin me gurë. Po. Po, ata i numë flamujt Amerikanë në dyrë të makinës, atër na përqin para durë. Kur shkuva të nëllë të një shkollë. Po. Po ta morë një 2.000, 3.000 co, po ma ica Amerikën Civic League Po. me Shqiponjeve.
Ja u qita ta për t'i veshën thmija u bo kuq këtë kohë, u bo kuq e gjake. Ata, ku shkohat e mi që kishin pasën verin aty në vjerë, ishte ata shma këtë 5 qërë tu, më sol. A lanë frikë. Po, mëre, qish ja. Ata erdhën të hotel dojtë e si ishin mrena. Nuk ishin mrena me pi kafe. Ku shkuzo me hi këto. Po, po. Se vesh ata. Po, kjo puna e Amerikës ju ka ndihmu, po shumë në Macedonia ju ka ndihmu? Atje edhe jem shku mbi këqyrë referendumit. Po. Edhe atje jem shku. Ka qenë referendumi për pavarësinë Po, e Macedonisë. e Macedonisë. Po. Shkum 34, po. Edhe, po, kur shkum, e taku ministrin e punëve të jashtme, Po. Macedonisë, Denko Malevski. Balevski. Po. A i shkon profesor Pennsylvania 8 vjetë. Po. E kish pa njoftë Amerikën mirë. Edhe simpatizu si Amerikë që shkon. Edhe ka majtë qëndrim të mirë edhe ndaj shqiptarëve. ka Po, majtë. se di, për ato, po, po, me ne u cjellë mirë. Po. Kem zyre tine, në qiti kafe, tha, kom qëp një që ndrek, tha, po tash na kem punë me ecë. Po. Tha në qofë se dikush, ju bo penges, na i dha numrat e ti personal, Po. 2-3 me nxesë e thyrë një mu, tha. Po. Na, ja fillu në pej atje, te Alia, për qështirat atje, Në strug, në po, Velesht. pej atje, si ardhën pej Shqipnije, e kem pas të calin me veti, Zeq sana. dhe krecianën, po, e ti him randë, ty kontrolu bazat ku votajshin. Po. Erdhem në manastir, ullem me hungri drejk ishin bjote, edhe ata ushimi mirë ku me marë. Si ullem, vinë 2 djemë 3, emigrant, Po. po ishin orë për votime. Emigrant... Jashtë në Gjermania, po, diku po po, t'atyne. Po. E po thojnë, ata kishin marrë vesh se na jem në manastir. Po. Shkojmë që tu kalzojmë Amerikanëve. Edhe erdhen aty sa fillu me hungri drejk. Këta djemë të erdhen, i shok që ishme me ne, o tha s'man qohë. Tha shku më shumë, lena të hamë bukë më zbaj gore, tha jo, qohë. Hjepe makinë ty në qoj atje, ata polis ishin konë aty, alo, dy sabar qaj. Po. Kjo si doli, i qitin fotografi. Se Amerikanë dojnë bazë. Tha jo keni morë dokumenta, tha kush jeni ju? Ti na pide kush jeni ju? Na foten makinë, na qunë bazë policore, Po. manastir. Po. 4 orë. Vishin ka një, me në bo neve këshjenë se shqiptarët kanë drejtë, shqiptarët e kanë ekonominë, shqiptarët janë në gjithë shka këtu. Bra, këtë e këtë, se u prallaj këtë, se u s'falsha, vole veqe këshusha. Po. Erdhë ma imrami, komandonti kryesor, tha, ju lutëm, tha zotni, tha, ju jeni të lirë, tha, këta janë të lirë. Tha, o zotni, tha, na jem që 30 ka borë 4, tha, sot, jemi i pej fund Macedonia atje, tha, e tej, ku shkojnë tej në Shkup, tha, ku një rrugë me emën Shqipë se po. Qa do më thonë kjo, tha, qëfar liri jo kjo? Kur ja ka thonë që do, tha, na ka thonë mundë më uqune, e ta të rejmë, na ka neju më shku. Osman, është një periudhe gjatë në cilën ti shpërndash edhe merresh me shumë punë tjera, po nuk e keni harru prej momentit parë. Unë kur kam qenë njëri prej themeluesve të sindikatave të pavarura, ju keni qenë të partë që atëherë na patët ndihmu me i siguru punëtorët e Rami Sadikut në verën e vitit 1990. Me mille, me vaje, me sheqer. Ai ka qenë dimri i parë i rezistencës tonë edhe njerëzit nuk ka pas njeri i cili nuk ka kalu, i cili nuk ka pas ndihmë në atë kohë. E sot e konë me juve. E sot e me mu ka Sot e qenë. në bo një telefon të kështu. Vepra. Po. Edhe një kohë gjatë e keni ndihmu. Po sindikatës, Jo, atër fillun të ndihmat për dvorfnit. po. Ata hapen velinja treta, që sa, po nishim se u bëjshin dallavere. Po. Na s'pranum, unë e thira Imrën. Po. Tash na po kem qenë me një mu, po Po. kështu ka buat tu. Po. Tha Osman, tha, unë tha ta jep listën këtu, Po. tha, ju keni mundësi, tha që javë një drejt. Po.
E ne ke pas të adullojnë të ka djallë në ojës, Po, Abdullah Osmanin, po. i epshin porët, listën, Po, ajo kanë shku i ka pataku tonë, kush mu i ke vi ke mërke, kush mu i ke jaqeke, kjo atje, i ke me videokaseta, bile po si njoh, asot, zdi kush po, halal. edhe pjesë e madhe, jo veç e ndihmës që keni bo atje, ka qenë momenti kyç kur mbyllet këtu radio televizioni, Televizioni, po. e ju qeni atje radio televizioni Po Victoria. erdhen këta televizionit tonë, gjëna u qelëshin asaj dije, na kishim nevoj për informime. Edhe e bom kuvand, këta djemë thanë fjallë që kemë me punu, Po, na thanë na ju sigurojmë mjetet, ju sigurojmë sallën, ju edhe u doh me morë korrespondenta atër, se pa pas lojë me ski, kur gjo. Na u doh të atër me morë korrespondenta në përkrejt Europë, edhe u formu televizioni Studio Victoria, 6 vjetë e kusur, me shpenzime personale. As reklam, as një leks në epë kush pe i shqiptarë po të, as jo. a kthehesh në herë me mendu, a thumëra kom bo mirë në gjithë këtë mund që kom bo. Toni me tonë drejtë, sus po du mu liftu, se kjo është natyrë, po unë e kom pas një gjallë të i ki njoftë. E sa harroj kur. I kom thonë, edhe tullën e mramë, si e kom fitu këto, kom me dhonë për Kosovë. Ti e le këto, ki drejtë mu bo kretar shteti. Sukur kom bo, ne bo dhe ti. 5 spore nuk i jepi. Edhe me manë, jo me bo a i gore. Po, Asë se kemë bo a dërta të punë. e di. Tej e ke moj televizionin, tej sa kanë fillu me hap fjallë, këta i furnizon Miloševiqi. Miloševiqi u kërmor këto, tjuft, për na furnizon e vat, ja. Ata më thanë, heqje edhe vlazët pe i jatit. Po, Po fati, qatë natë erdhi Ibra. Po. Fati. po, Në takim dork, i thom, Ibra, tha fur në asmon, tha qështu jënë ka thonë. Shka? Thash po thonë me thonë asarit mu largu. Thash u i largoj se s'kem ujë, të hem ka hupi me ta. Tha kur, tha, maj mro mit le tjetë asarit, tha mes me dollë. Qa kem bo na, tha si kem shu vena tonë. A na qëtën tonë me në largun? Këta që to e duen, tha, me largu këta për këtuit. Edhe, se jem kun ka ju thonë, mos shkoni mu. po. Se më rallë shpinë ata, që për dhe shëje ka bojnë ato. Ka dalë, ma se... E tash, Në aksur shëje edhe një gjo, po, gjatë kus, e bleu rilindjen, ja që ishim porët ka $1.000 në mujtë, ja që ishin rilindjet s'ka, Po. kjo ishte i ke rilindjet njatë, po, vishin të po hapë, nuk ja u hapëshin shqiptarëve këtu të për New York, po, i hapë e soti atje në aeroplan ka u kthesh. po, Bona e so. Po dori, o kon mik me ta, ai Po. drejtori, i atit, po. ai pranoj kemi me veprua. Po. Pse ndodh që organizata më e fuqishme lobiste, ndër më të fuqishmet lobiste të Evropës, qysh kjo organizatë e fuqishme hub fuqinë? Me thonë drejt, neve në kanë nimu edhe Amerikanët, Po, se i informun krejt Amerikan. po, Për një vjetë gati, CNN i jepke vujtjet bombardimet në për kësa ide sërbë shka bëjshin në për Kosovë. Ata e reklamun. Krejt publik, Amerikan një konë me nimu Kosovës. po, Na kanë lutë me na dhonë dretha, me na dhonë tesha, me na dhonë me i pru, po kushtë ishin 3 herë ma tepër se me i ble këtu. po, Ku fillum na e hupëm forcën, edhe sfitohet forcë mua aty po, kur u formu Ledekeja. Tash na tonë ishin për Ledeke, se s'kish atje parti tjera. po, Ta për interes, ato, me aleku pare vete, qka për di unë ato gjona, atër, fole me Sali Berishën, tha unë e sapi parti. Fole me Sabri Godën, tha unë e sapi parti. Fole me Nevzat Halilin, tha, asun e tha. po, Për shef ashtu. Filloj me hup interesit, tash kretu u këthy, ka partia. edhe ata u zemrun, ata gjithkush këshyrë për veti. Edhe u ndalë ka një, disa të fort, flabit
hinë ledeke detyrë temporary përkohësisht edhe u buku vonë mdhaj tash. Edhe qyshe do jeta i bën në romanet e veta, në një moment vjen e të bëhet kojshi Bill Clintoni. Pa. Fati, ko me dita, jo. Ajer, një dy herë me këshu shpinë, ko vjen me bleja i shpinë, tash. Pa aje kesh ish në Washington shpitë bardë, po e kesh shpinë në Kansas, atje e kesh... Arkansas, po. Arkansas, po. Po. I ka përqy shpia, ajo shpi 120 vjeqe vjetë, adhe historike. Po. Kër e bleu shpinë, edhe si, une i pari, si dulë, hini në vërtemin. Po. O borri qonë, bende, e këtë po. Hini atë, ata a ishin informu, se ku shene, ko janë të këtë, sa kretë. Tha, atë e shqiptarë, thash po, thash Kosovar. Tha, une, Kosovën e kom shliru, tha, une i kom këthy Kosovar brana. Po. Thash ti ki këthy, thash mas pore të faliminderoj, une jam republikan. E disha si e din. Po. Ata krejt gazetarët, krejt televizionit ishën aty. Plot livodi. Po. Thash po, të faliminderoj për shpetim popullit tim. E ki me konë historik për jetë. Kosovarë s'kanë me të harru kur. Thash po ti ki këthy, po nuk e kry punën. Tha pse? Thash se ata janë krejt për tukë. Djegu në bomë rafsh, e ki pa, thash ti i din. Tha po, ata dojnë me hongër. Ku me morë me hongër? Jo dhonë. Për jetë teme, e kom po ka u binë lëtë. Se thash edhe unë kom do Kosovarë këtu, i kisha aty. Po. I karo lëtë edhe Hillary, edhe këtini i karo lëtë për foqe. Po. Atër metëm, pa, o konkretare, kur të qeke policë me marrë me kontrolu shpinë, që ata zakonisht qojnë Po. e zvike qërkediren, vetë u futë këmërana. Edhe dihet që për Bajram ka nga baklava aty. Pa të na festat vike, po, erdhë herën e parë. Kesh në kuhinë, tavolinë kuhinë, kesh baklava, kesh çokolada, kesh... Po edhe kështonja, se u kom qef kështonja, më lenë kështonja, edhe kështonja të mira. I mërë i përqynë. Tha unë e baklavës gëzoj, tha si baklavën e murë vesh, tha po, o sheqer, tha unë e kom probleme sheqer, tha, po që të çokolada, tha po më pëlqejnë, thash. Zotë i kryetar, thash nuk jenë çokolada, thash ka e në to, thash kështonja. Shka e ku me ja këtë fjegu, thash ka e në kështonja. Atër, u bajtë që me tha, hajde me mërë të kështonja. Po i thjesht. Po, edhe a që thjesht edhe a që i ofert sa që ka Edhe, qenë njeri. jo, e bodi tjetëna, kur e bleu shpinë që erdha aty, Po, është rasti i pa, po jem që ditë edhe une. Mas 2 mujve, po, na që i thirin, Po. mu dhe shoqës time. po. Na boni rezervimin në Hilton, Palambol me shpit bordë. Udhëtimin, krejt, me shku më hëngëm dorë shpit bordë. U këthim fjetëm aty nesër të thumë për njerë. Mas tej, Krishtinit e para si i festoj aty, më thjeri mu me krejt fëmin jem shku aty. Ku e bojnë shqiptar këta? Ka qenë kojshi i mirë. Shumë. Edhe kojshia që tu ka gjetë në moment më të vështirë, Pa. kur të kam dek të afërmit. Da. Ta më si kojshi. Vire erdhë, kur ka dek djali, ta shqiptarët himë rëndë, si shkojnë, Po, erdhe hindi në rëndë. E dule i mike tha, dhe zonë e kryetarë se ti, unë tha, respektoj reglin, unë e shkoj në rëndë. S'pranoj me dolë pe i rëndin, edhe shoqja, kur di qashtu. Po. Edhe edhe rjarë, dhe shku taku me gra, me krejt. po. Osman, biseda me ty s'ka të mbarum. Ja, s'ka. Po, a e kthejmë mrapa tash ti, a kinoj pyetje ti për me vazhdu këtë bisedë? A me ka që shpëllon? Unë kam shumë, po atë. Hajde. Me qelë tesin atër, Cëllën dush? i herë mas pore i mi knosin ku e shoh Kosovën. Ju nuk e shini që jetoni këtu, po unë e shoh ndryshimin të. Po, Unë e di edhe kohën e fëtirë se kur visha me aeroplan në Slatin, te aty visha me zemër të hapën, që jem ka shkojnë në Kosovë. po, E kur bike më ra, aty u frikojshë se disha se kom ra ndorë shkive. Dhe do më thonë dy ndërrime. po, qartë. E këtu, u jemi i knoqëm kur e shoh kështu.
ka pashka kjo është shteti më i ri në Evropë. Me rrugë, me ndërtesa, me çdo gjë. Ku nuk është një shtëpi të vjetër dikun. Po ankimet u jeton në Amerikë 60 vjet. Po kur siqen ankimet. Ka me pas, edhe me pas, edhe me pas. Edhe çdo njoni si udhëheca, si del ai, so kur gjo, ai ka bo keq, ka bo këtu, kur një si thot kush se ke bo mirë. Ndoshta me këtë ton pozitiv, po e përfundojmë këtë bisedë, e të falemderit shumë, e gjithmonë paq këso ndjellje të mirë. Jo, faleminderit edhe juve, e gjithmonë me gëzim u takofshim, me gëzime e përcjellshim. Me gëzime, falemderit. Faleminderit. Pikë për krahet nga Flöger, Eriskom, Muji Auto Center dhe Uji Jana.